Mirë se vini në këtë shpjegim të detajuar, ku sot do të ndryqojmë një sekret jashtëzakonisht të thellë. Është një sekret që ka qëndruar i fshehur, por paradoksalisht plotësisht i dukshëm përgjatë gjithë historisë së njerëzore. Ekziston një elegancë krejtësisht e heshtur në mënyrën se si funksionon gjithësia. Nuk bëhet fjalë për një kaos të rastësishëm ngjarjesh pa kuptim, por për një simfoni të organizuar bukur, një arkitekturë e padukshme që mban bashk çdo gjë rreth nesh. Sot do të ulëmtojmë pikërisht këtë gjeometri të fshehtë kosmike. Por, pyetja thelbësore që ka magjepsur mendjet më të ndritura të njerëzimit është kjo. Pse pikërisht një numër i vetëm udhëheq realitetin tonë? Si ka mundësi që një kod i vetëm numerik të qeverisë gjithçka, që nga lëvizja e yjeve në galaktika miliarda vite dritë larg e deri te vetë biologjia e trupit tonë? Kjo fshehtësi është e pranishme kudo, në çdo epokë dhe në çdo traditë të lashtë. Le të zhytemi bashk në këtë mister për të parë se si gjithçka fillon me logjikën e pakundërshtueshme të numrave. Pjesa e parë, themeli i shenjtë matematikor. Gjithçka fillon me përsosmërinë absolute të thelbësore të këtij numri. Nëse në traditat e lashta 11 shpesh konsiderohet si një portë e hapur drejt drejqimet shpirtëror, 12 është faza që vjen menjëherë pas saj. Ajo përfaqëson strukturën e plotë dhe atë rendin harmonik që lind pasi është arritur ndriçimi. Është ai stabiliteti i thellë dhe i nevojshëm që pason çdo transformim të madh. Dhe kjo nuk bazohet thjesht në besime abstrakte, por në faktin e pastër të ftohtë të matematikës. Numri 12 ka një strukturë vërtet unike. Ndryshe nga shumë të tjerë, ai ndahet lehtësisht dhe në mënyrë të përsosur me 2, me 3, me 4 dhe me 6. Për qytetërimet e lashta, kjo veti e bënte atë numrin absolutisht më të përsosur për të organizuar jetën e përditshme. Ai u bë guri i themelit për matjet thelbësore, sistemet tregtare dhe llogaritjen e cikleve komplekse natyrore. Ishte matematika në shërbim të drejtë të jetës. Por matematika këtu merr një kthes drejt një filozofi jashtëzakonisht të thellë. Kemi një ekuacion mahnitës. Në njërin anë qëndron numri 3, i cili historikisht dhe mistikisht përfaqëson shpirtin, ato energjinë e paprekshme krijuese. Ndërsa në anën tjetër gjendet numri 4, i cili simbolizon tokën, elementet baze dhe vetë materjen e ngurtë e fizike. Dhe ja ku ndodh magjia e vërtet. Arsyeja pse ky numër është kaq monumental. Treshja e shumëzuar me 4 na jep 12-ën. Është pikërisht ajo pika e takimit, ura lidhse ku triniteti shpirtëror bashkohet me materjen toksore. Bashkimi këtyre dy forcave të fuqishme krijon atë që ne e njohim si rendin kozmik dhe realitetin ton të plot. Pjesa e dytë, ciklet e kohës qiellore. Duke mbajtur në mendje këtë ekuacion hyjnor, le t'i hedhim syt nga qielli. Qielli i natës gjithmonë ka shërbyer si një udhërrëfyes absolut për njerëzimin. Një nga sistemet më të lashta të organizimit të tij ndahet saktësisht në 12 shenja zodiakale. Këto nuk ishin thjesht grupime yjesh të bukura për t'u parë. Ato ishin arketipe që simbolizonin vetë evolucionin e shpirtit dhe fazat e ndryshme të vetdijes. Siç theksonin shpesh dietarët e lashtë, zodiaku është ora kozmike e shpirtit. Çdo shenjë aty lart mbart një energji krejtësisht të veçantë, një mësim thelbësor që duhet përjetuar. Asgjë nuk është lënë rastësisht. Të 12 stacionet janë thelbësore për të përmbyllur atë ciklin e madh të përsosur të ekzistencës. Dhe ky ritëm madhështor qiellor zbret këtu tek ne, në tokë, përmes tinëve. Koha jon është strukturuar mrekullisht në 12 muaj. Ky cikël pasqyron lindjen plot shpresë të jethës në pranverë, rritjen e harlisur të verës, transformimin e domosdoshëm të vjeshtës dhe pastaj qetësinë rigjeneruese të dimrit. Çdo vit është në thelb një udhëtim i përsosur me 12 hapa. Ky parim na çon në një të vërtetë të rëndësishme. Koha nuk është një vjet drejt dhe pafundme. Ndarja jonë e ditës në 12 orë drite dhe 12 orë nate e vërteton këtë. Vetë fusha rrethore e orës është aty për të na kujtuar vazhdimisht se koha, ashtu si lëvizjet e universit, është tërësisht dhe thellësisht ciklike. Pjesa e tretë, zotat dhe monumentet e lashta. Kur e shohim se si kjo matematikë e shenjtë u soll në tokë, arkitektura antike na lë pa fjalë. Inxhinierët e botës së lashtë ndërtuan tempuj dhe monumente madhështore të bazuara drejt për drejt në ciklet e 12-s dhe në ndarjet astronomike të qiellit. Kjo gjeometri e shenjtë bëri që gurit i përgjigjej saktësisht ritmit të yjeve. Është vërtet magjepse se si kultura të ndryshme anemban globit, shpesh pa asnjë kontakt me njëra tjetrën, njohen të njëjtin rregull thelbësor. Në mitologjin greke shohim 12 zota olimpik që drejtojnë forcat e natyrës. Në traditën e krishterë kemi 12 apostujt përgjegjës për të çuar dritën në botë, ndërsa në judaizëm
themeli shpirtëror qëndronte 12 fiset e Izraelit. Kjo nuk mund të jetë një rastësi. Ishte një e vërtet universale e njohur nga të gjithë. Pjesa e 4. Pasqyra biologjike njerëzore. Dhe tani, le të kthehemi nga yjet dhe hapësyra thellë brenda vetes sonë. Mikrokosmosi njerëzor është ndërtuar saktësisht mbi të njëjtën arkitekturë. Sistemet tona nervore janë një mrekulli e vërtet biologjike, dhe guess what, trupi ynë ka pikërisht 12 nerva kranial parsor. Ata janë drejtuesit e perceptimit ton, të lëvizjes dhe urat jetike të komunikimit mes trurit dhe trupit. Sipas teksteve të urtësisë së lashtë, kjo ngjashmëri kurrë nuk u pas si një anatomi e thjesht rastësore, u pas si pasqyrimi i rendit kozmik në vetë njeriun. Do të thotë që gjithë biologjia jonë vallëzon fjalë për fjalë në të njëjtën frekuencë me atë të galaktikave. Pjesa e 5. Harmonia dhe rendi universal. Pra, kur bëjmë bashk matematikën, yjet, mitet dhe biologjin, çfarë marrim? Të shpjeguara përmes numerologjisë, cilësitë e 12-s janë kristal të qarta. Ajo simbolizon përmbushjen e plotë të gjërave. Kthen kaosin në një organizim të paqshëm, kërkon disiplinë për të zhvilluar shpirtërisht dhe në thelb manifeston harmoninë e plotë kozmike. Është thjesht mençuri e pastër e strukturuar. Të gjitha këto të dhëna përforcojnë një tezë monumentale. Numri 12 nuk shfaqet rastësisht kudo. Ai është, në vetvete, mekanizmi i gjallë përmes të cilit universi ruan organizimin e tij. Ai është themeli se si funksionon gjithçka përmes ritmeve, cikleve dhe strukturave harmonike në pafundësinë e kohës dhe hapësirës. Për ta mbyllur këtë udhëtim rreth gjeometrisë së fshehtë, dëshmia përfundimtare mbetet sa e thjeshtë, aq edhe e thellë. Ky numër është pikërisht kodifikimi matematikor i rendit të universit. Nga tiktaku i njohur i një ore e deri te fijet nervore brenda një organizmi, çdo impuls duket i lidhur me këtë ekuacion të përkryer. A nuk është thellësisht provokuese dhe mahnitse të mendosh se secili prej nesh është një pjesë e gjallë e këtij dizajni madhështor kozmik? Kjo mbetet diçka për të cilën vlen vërtet reflektohet. Faleminderit që ndoqët këtë shpjegim.